lajmërova që në hyrje të programit do të kemi mundësi të bisedojmë tani me një të ri shqiptar i cili këto ditë është bërë, le të themi, në vëmendje, ka marrë vëmendjen e madhe të mediave për vetë nismën, iniciativën që ai ka ndërmarrë të niset nga Anglia, nga Cambridge ku jeton prej 16 vitesh dhe të shkojë në Tropoj në vendlindjen e tij me vrap. I duket si histori e përsëritur nga ata që kemi komunikuar shqiptarë cilët marrin iniciativa të tilla, po Sep Ponari do ta tregoj tani se çfarë e shtyu të marrë përsipër këtë sfidë kaq të jashtëzakonshme. Sep, të përshëndes. Faleminderit shumë për gatishmërinë tënde që pavarësisht sfidës që ti ke, ti japësh edhe intervista nëpër media. Falenderoj shumë. Më thuaj pak në cilin shtet apo qytet ndodhesh, nga ku je duke ecur, duke vrapuar, se ne të gjetëm në këtë rrugtim ende duke ecur. Momentalisht për herë, sepse në bisedoj edhe sikur vrapoja do ishte e vështirë, edhe të komunikojmë ju. Është më naturale kështu të shohim duke ecur. Momentalisht jemi në malin e Zi. Qyteti nuk e di, besoj afër Tivat diku. Një 20 kilometra nga Kuturi. Dhe kjo sfidë filloi me me 10 maj, muajin që kaloi, para 35 ditëve. Por realisht si ide filloi para 2 viteve. Po çfarë të shtyr? Unë fillova të vrapoj me 9 janar të 2023. Për herë parë. Po. Edhe gjithmonë kur futem bëj diçka, futem domethënë me kokë shëzhyt. All in, si thonë atje në Angli. Edhe duke vrapu kështu nëpër Cambridge, ne bosha 40-50 kilometra. Thashëm, po sikur ikin Tropoj me vrap. Sa do vdeste? Edhe ideja lindi. Mirë për shpesh herë flasim, thonë që do bëjmë shumë gjëra dhe nuk i realisht nuk i ekzekutojmë. Ngelen ide. Edhe këtë vit, babai bën 10 vjet që ka ndru jetë. Me 23 qershor të 2015 babai ndroi jetë dhe ishe i fort realisht, moshën 66 vjeçare. Ikë për shënde mas dite dhe nuk unë grejtë mo. Edhe më rasti shok. Edhe asjerë dhe më thamë, një farë mënyrë në shdash të pranoj, por gjithmonë kam pas vështirësira që nga ajo kohë edhe thash do të vrapoj nga shtëpia ime ke shtëpia babait ku pushon në Tropoj dhe do t'ja dedikoj këtë sfidë babait. E ke përmendur këtë pjesë, të ndodh shpeshherë që ta kujtosh babain tënd gjatë këtij udhëtimi, gjatë vrapit, çfarë momente të vinë në mend gjatë kohës që duket sikur kjo është një ecje jo vetëm fizike, po edhe shpirtërore në këtë kuptim, apo jo? Absolutisht, është pa mundur, nëse nuk ke një arsye të fortë mjaftueshëm, fiziku nuk mjafton, do të kesh një mendje shumë të fortë dhe mbi gjitha një arsye. Sepse ditën e tretë dhimbja ishe aq e fortë, sa e kam vështirë ta përshkruaj. Edhe më kujtohet domethënë një zot që më erdhi dhe ishte zoni i babit edhe më thotë, "Çau bab, çau." Edhe unë grejta, sepse isha domethënë i gatshëm, dorëzohem, jo se desha më ishte shumë vështirë. Kështu që mendja edhe arsyeja, mendja e fortë, edhe arsyeja pse e bëj diçka të tillë ose çfarë do të jetë ajo, duhet të jenë primare, domethënë pas qëllimit që ke vu. Po. Se si e përfytyron ti, si e imagjinon ti atë momentin kur të mbërish në Tropoj dhe të shkosh tek vari babait tënd? Pas 2750 kilometrave vrap që ke bërë pikërisht për të. Kam derë shumë lot këto ditë. Do 35 ditë kam qajt shumë. S'besoj se kam qajt në herë njëtën time. Edhe unë besoj që është edhe lirim nga e kalumja. Sepse gjithë kemi historitë tona, të kalumet tona. Ato plakët e tona që fatkesisht edhe fatmirësisht nuk shifen, sepse janë brendshme. Kështu që besoj të ka bërë mirë kjo... Do jetë shumë emocionale. Të ka çliruar sa do pak, apo jo? Absolutisht. Kjo sfidë mu po më transformon. Jo po më ndryshon, po më transformon edhe uroj, edhe një nga qëllimet e mia është që të arri nëpërmjet eksperiencës ime
të shpreh edhe të ndihmoj dikë tjetër që të marrë vendim, ndryshoj jetën për mirë. Kjo është një nga qëllimet e mia. E ke shprehur dhe në le të themi mediat e tua që ky është nuk është vetëm një udhëtim fizik, po është një udhëtim shpirtëror për njeriun tënd të dashur, por mbi të gjitha dhe për të mbështetur një kauzë botërore për personat të cilët vuajnë nga problemet e shëndetit mendor. Cili është mesazhi ose le të themi ajo thirrja jote e brendshme duke vrapuar dhe duke shërbyer, qoftë në mënyrën shpirtërore dhe qoftë në mesazhet që ti përcjell përmes këtij udhëtimi që është kaq sfidues dhe kaq i vështirë sa pas pak do të flasim edhe për vështirësitë që ti has në vrapimin që bën. Mesazhi im është një që është e mundur. Jo vetëm thjesht për ato që kanë ëndra ndërtojnë një biznes, të bëhen milionera, të blejnë shtëpia të mira dhe makina, të thash. Por edhe ai që do të diplomohet në një karrierë që e ka ëndër, ose gjitha një person që s'bo dot një hap të dal nga dhoma, sepse është mbyll. Flas nga eksperiencë personale që i kam kalu gjitha. Kam pas ëndër prap një biznes për të kam besuar asnjëherë. Tash punësoj mbi 50 persona. Kam pas një ëndër të bëj financat, tash jam financiarisht mirë. Kam pas një ëndër të kem një familje, dhe tash fatmirësisht, dhe më kam beku Zoti, kam një familje të mrekullueshme, duke la maj. Mirë, por gjoja më e vështirë. Gjoja më e vështirë për mua ka qenë ta besoj, jo ta arri. Dhe shpesh pasi i kam arrit të gjona, më ka astis të mbyllën në dhomë, s'kam dalë nga dhoma. Sepse shëndeti mendor është një problem shumë i madh në këtë botë. Edhe unë du që të them, është mundur, ti mundesh, ti duhet të besosh në vetvete dhe të bësh një hap. Një hap, pastaj një hap tjetër, në radhë, mos dorëzohesh. Sepse ne duhet të ndryshojmë gjërat shumë të sekonda, po ca gjëra duhen më shumë kohë se ca tjera të ndryshojmë. Se që ke qenë pikërisht në këto momente të vështira që mund të ketë duke kaluar çdo kush që është duke na ndjekur, kush ishte personi ose motivi që ty të nxori nga errësira e dhomës për të parë dritën e diellit? I kam zbulu vrapin të jetë një terapi fantastike për mu. Normalisht që pasi e kam fillu vrapin nga pas vështërsi, ka arsis të vesh atlete, të bëhem gati edhe të kthehem prapë në dhomë, sepse s'kam dalë dot për jashtë. Edhe normalisht bashkëshorti është njëri shumë i mirë, e du shumë, kam një familje në te që jemi shumë të nare, të dy. Është shqiptare bashkëshorta? Është shqiptare, po, edhe është nga Tropoja, edhe ja. Mirë, po shpesher me ka gjyku. Edhe më thoshte, po qatje, po pse, po qysh. Edhe gjoja ma e kollaj që bëjmë këtë botë është gjykojmë. Gjoja ma e vështirë është kuptojmë. Edhe shpesher ne duhet t'i dëgjojmë të njerëz. Jo t'i kritikojmë, jo t'i këshillojmë, thjesht t'i dëgjojmë. Por ato e kanë frikë, ne kemi frikë të flasim, sepse direkt, po jo mërsi e mirë, ke biznes, je i shëndetshëm, je i ri, ke një familje, i ke gjitha, pse si e mirë? Po ta disha, s'do isha në këtë gjendje, kështu që ka shumë njerëz, që realisht duke në aparencë që janë mirë, për ja që s'janë mirë, edhe unë vrapin e përdor, si vegël, një farmyre, si terapi, për të dal nga ajo, si ta thëmë këtë, për të dal nga ajo situatë që të izolon, e kuptoj dhe shumë mirë. Është aqe duke të më thënë, aqe vështirë të dalësh, sa me i pikë dhe më shkon ku të duket e pa mundur.
Por ama nga dy hapa që ti hidhje, nga dhoma deri te dera e shtëpisë, tashmë ke bën 2750 dhe është një fitore e madhe. Është një sukses dhe një frymëzim që duhet të ketë kushdo. Mund mos bëj askush 2700 hapa, por mund t'ja dalë, mund të frymëzohet, mund të bëj një vrap më të lehtë dhe mund të ritakoj përsëri veten e vet. A disa mesazhe marron që më falenderojnë edhe më thonë që faleminderit, kam fillu të vrapoj, kam fillu shkoj në palesë, kam fillu këtë. Edhe ajo për mua është çdo gjë. Ai është suksesi më i madh. Nuk ka shumë parash që mu ma zëvendësona ndjenjë. Mirë, po ku është problemi? Që du t'i rrim gjitë. është kollaj ta fillosh, por është ta mash ritmin. Po. Sepse ai momenti që e ke parasysh frymëzohesh edhe e kjate momentum, nuk e di se si më ta them shqip, por e kjate eksitimin, domethënë emocionin e adrenalinën e parë, po. Po duhet mbajtur. Mirë, po ajo nuk zgjat. Shumica e njerëzve vitin e ri, thonë, okay, këtë vit do vin forum, do gjej personin e duhur, do gjej punën e duhur, do bëj lek, do bëj këtë, do bëj atë, dhe në mes të shkurtit, ti bie jo më shumë se 6 javë. 90% e njerëzve dorëzohen, kthehen. I kanë harru, jo ndërzu, i kanë harru fare ato qëllime që i kishin bu vetës. Kështu që nuk është kollaj, por është e mundur. Pra po kthehen te një mesazh. Dhe vërtet dhe faleminderit që në çdo hap që ti kalon, jep dhe një mesazh për publikun dhe për ata që të ndjekin, dhe më bëhet qefi që po të shoqërojmë në këtë ecje, sado të shkurtër, por që për të dhënë dhe mesazhe dhe për të treguar realisht se çfarë fshihet pas gjithë kësaj iniciative që duket si e çmendur kur e shef, duket si diçka që mund të jetë e përsëritur nga të tjerë, po kauza për të cilën ti e ke ndërmarrë është vërtet për t'u admiruar për sfidën e kohëve moderne, për problemet e shëndetit mendor. Më numëro pak shtetet nga Anglia deri këtu ku ke mbërritur tani në Malë të Zi. Anglia është shteti numër 1 që normalisht jetoj. Po. Anglia ishte 220 kilometra. Po. Pastaj Franca ishte 650 kilometra. Gjermania 450 kilometra. Austria 330 kilometra. E di sepse i ka bëmë këtë kom. Edhe kjo ora regjistron çdo gjë, domethënë. Kjo është e lidhur me një software Garmin që transmeton në një aplikacion tjetër që quhet Strava. Gjitha informacionet aty, domethënë, kjo është e pamundur për ta manipuluar. Vetëm mënyrë që mundesh me manipuluar këtë është më ia dhënë orën dikujt tjetër. Po unë besoj kam vështirë ta gjej person që vrapon 2700 kilometra për mua. Dhe sa i bie përafërsisht, sa kilometra bën në ditë ti Seb? E ke llogaritur? Dje kam bërë 70, mesatarisht qëllimi jon ka qenë të bëjmë 70 kilometra në ditë. Por unë do arrit 2 ditë para në destinacion të ndjeri dhe mesatarisht do të jetë 72.5 kilometra në ditë. Përafërsisht edhe sa ditë, orë të kanë mbetur të mbërish në Tropoj? Se llogarit do të me hapa unë. Jo, asun me të drejten, por do më thënë, sot është e prejnë. Po pretendon të shkosh në Tropoj? Të dielën? Në Tropoj, unë do arri në Tropoj të hanën jo më vonë se ora 6 e pasdites. Kjo është qëllimi jem. Sa po të hysh në Tropoj, do të shkosh direkt tek Varezat, apo jo? Direkt, destinacioni ime është për kje babaj. Më pas, qëndrimi në Tropoj, sa do të zgjas dhe çfarë do të bësh më tej? Do të kthesh direkt në Angli me avion apo ke ndonjë plan tjetër? Kjo sfidë nuk do marroj në Tropoj. Kjo sfidë do vazhdoj sepse si thash, domethënë, Anglia ishte nesër, po nisë nga Cambridge 20 kilometra, 650 Franca, një familje domethënë goxha kilometra, pastaj Slovenia ishte një 195. Kroacia ishte 630 kilometra. Edhe Kroacia ka qenë shteti më i vështirë. Ja ku është edhe stafi. Do të pyes pak edhe për stafin tënd. Jam trego pak kush të shoqëron. Përshëndetje çuna. Përshëndetje. Stefan është nga Çipër. Stefan është nga Çipër, është stranieri i vrapit. Ai që të bën masazh kur të lodhen muskujt apo jo? Jo, masazhisti terapisti është kë. Ky i shëmtumi këtu, ja ku është, ja si është, ja. Ky është i pa shpirë, sepse aty kom dhe mua të ishtë. Përshëndetje. Të përshëndesim edhe
Kjo është rruga. Ja ku janë shtetet. Asa bukur, ja ku shikojnë pak shtetet. Nga Cambridge në Francë, pastaj në Gjermani, në Austri, në Sloveni, në Kroaci, Bosnjë, Montenegro dhe më pas në Tropoj në Shqipëri. Ky është rrugtimi i Sep Ponarit, vendosur aty tek makina që shoqëron stafi. Jeni 3 persona apo jo? Ata aty të ndjekin, më thuaj pak... 4 persona. 4 jeni. Dhe më thënë, unë kam 3 persona të stafit. Një është trajneri i vrapi, që është vazhdimisht, dhe më thënë, për të verifiku rrugën, për çdo lloj, dhe më thënë, që duhet për të sfid, ky person është angazhu. Me gjitha, me këto, gjitëset, me medikamentet, Pa më trego pak cili ka qenë momenti yt më i vështirë, Seb, ku ke patur lodhje, vështirësi, dhimbje muskujsh. Dita numër 3, dita e 3. E 3-ta, a? Atëherë fillojnë dhe dhëmbin muskujt. Ke menduar... E 3-ta ka qenë shumë vështirë. Për shembull, të ka shkuar në mendje ndonjëherë gjatë këtij rrugtimi, tani është fundi dhe nuk ke ti të po e përfundon, po të ka shkuar ndonjë, e di pyetjen, ë? Që të dorëzohesh, që u lodha dhe se vazhdoj dot më apo asnjëherë? Është njëri që e kam gjuar ka si shprehje dhe thot, it's not over until I win. Nuk kam arru derisa të fitoj. Edhe video që për përgatis për dje, dhe më që ishte dita 34, sepse momentin që fillon dita, e ka bo video në sot, bëj atë procedimin e kilometrave marroj, pas ta e ma informacionin e darkës që e ka marrë nga kjo orë, plus qatë e kur e myllë ditën, edhe bëj një video e publikoj në internet, gjdo ditë. Po të kam edhe dikur. Sot e bona këtë video, ne kam bo gati dhe ta publikoj, sa ta myllëm interviste, edhe e them aty në fund, dhe më thënë e them që it's not over until I win. Nuk është e marume dhe sa të fitoj. Pavarësisht nga dhimbja, pavarësisht nga përstërsia, sepse ke parasysh atje sipër, është e fatë marrin atje. Po, e shof. Atje sipër nuk ka aq vend sa ka këtu. Këtu ka vend më shumë, por atje sipër pamja është më e bukur. Atje ka më vend, po pamja është më e bukur. Mirë po, do pak forcë, do pak që të gjitesh atje lart, që për ta shijuar atë pamjen. E drejt. Më përmend pak që ky mision nuk përfundon në Tropoj. Çfarë planesh ke, Seb, pas Tropojës? Do ikin Ksamil me vrap, bëjt sa ditë plazh. Janë plotësisht të merituara ato ditë. Do shkosh në Ksamil me makina apo me vrap dhe aty? Me vrap, pra ne thash. Me kërshërin dhe kuriozitetin e shqiptarve që do të ndjekin gjatë këtij rrugtimi në Ksamil. Suporti ka qenë shumë i madh, sidomos normalisht nga shqiptarët, nga komiteti shqiptar. Unë videot i bëj anglisht sepse besoj, shqiptarë në Shqipëri, kemi 30 vjetë që thonë një 3 milion. Por unë besoj në përbot janë një 300 milion. E kështu që, dhe më thënë, anglishja është gjuhë një farë më e për se s'ka shqipja. Pavarësisht se ka marrë kritika pse s'te shqip. Unë live në TikTok i bëj shqip. Tani, unë dua të di pasi ti, se normalisht që vjen mbrëmja dhe ti do flesh, se nuk do udhëtosh edhe natën. A i zgjimi yt në mëngjes si është? Si ndihesh ti në mëngjes? Ke forcë, dobësi, dhimbje? Sfida, sepse sfida ka sfida. Kjo sfid ka sfida tjera të vogla mrena. Edhe një nga ato është pa gjumësia. Njerëzit mendojnë që duke vrapu ka shumë, du t'jem i lodhe dhe i marume dhe është e vërtet, jam i lodhe. Por nga dhimbja, në base edhe mërë gjumi, por pastaj ndel. Ndel sepse është dhimbja e fort edhe kam një muskull këtu, është ky muskulli këtu. Po, ti nuk e ndjen fare, shumë është lodhur. Që bërtet, jo ndjej sepse dhimbja është që fort, që bërtet nga dita numër 8, tash dita numër 8 i bie data 18 maj. Po. Edhe natën e kam atë idenë, shpesher edhe mëram për shembull, sikur po kputet sepse tërhiqet. Po uli shkreti se ka poshtë kilometra. Më thuaj pak, po familja jote si e ka pritur këtë
sfidë tënden? Ishin dakord të gjithë që ti ta bëje me vrap? Familja si shumica e njerëzve. A jeçme? Ka ikmenja? Do me inë Shqipërinë ka? Po. Do jetë një frymëzim shumë i mirë për fëmijët e tu, që gjithçka arrihet. Kalamajt janë Toni dhe Beni, shokët e babit. Morin telefon dje, Toni, ima është 10 vjeç. Edhe tha, babi tha, I'm so proud of you, jam shumë kërkarta për ty. Të mërë, babi, tha sepse gati arrite, tha, dhe me zësh për pres ditë djelen, tha, dhe të presën në Shqipëri. Tha, i si, në babi, tha, sa të du. Absolutisht që janë kërkarta, dhe unë besoj gjithë të njerë që për ndjekin, të ndjekit kohët e fundit kanë qenë të bëdhan masive. Besoj që e gjejnë vetën në këte sfidë. Duan t'i bashkangjiten sepse janë kërnarë, du t'jenë pjesë e saj, me i farë mënyre po inspirohen. Nga kjo sfidë edhe ato, edhe sa do që ato të bëjnë një ndryshim për mirë, ajo është sukses për mu. Ajo është kënaqësi për mu. E po është për Kalamajt, që t'i inspiroj edhe ato, që t'a shofi një shemë, sepse njerëzit nuk bëjnë, qa themi, njerëzit bëjnë, qa bëjnë. Se më thuaj pak për jetën tënde në Angli. Ju keni familjarisht aty 16 vite, më trego pak me çfarë merresh? Kam një firmë ndërtimi, në industrinë e ndërtimit, edhe si shtash, plus minus e një 50 punëtorë, aty në Angli në vajtë, se si e kemi punën, marrin punëtorë, heqin punëtorë. Po momentalisht janë një 5 vjetë, qarkullojmë 3 deri në 4 milion pound në vit. Është një biznes i mirë, më shërben mjaftueshëm. Qëllimi është në shtator, kur t'i kthejmë biznesit, ju kam thonë kolegëve stafi që do t'a grejmë këtë biznes në 2 vite në 50 milion pound. Me këtë frymëzim me 2700 kilometra në vrap, stafi besoj do të shohi si një hero kur të shkosh t'ja u tregosh këtë eksperiencë. Unë i kam thënë stafi që jam si raketa, do më thënë, kam vetëm nevojë për një copë betoni, kështu edhe ngrihem lartë. Kurse ju, ca nga ju, i them, keni nevojë për një pistë avionash që të ngrenin aje dhe do t'ja arrisim. Vetëm thjesht bëni gati. Buckle up, si thojnë, veni rripin e sigurimit. Po. E kështu që, do më thënë, kam atë qëllimin e biznesit me kismet të 2 vite që vinë, por mbi gjitha du t'jem më afër familjes, sepse shumë vite ka kaluar dhe kam kell duke u marrë më shumë me veten, ka pas sfidat e mia personale dhe ndjej sikur nuk kam shpenzu kohë mjaftueshme me nusën e Kalamajt. Kështu që ajo do të thonë do të jetë një prioritet mes biznesit dhe familjes. Qartë. Unë të uroj shumë suksese. Falenderoj shumë për kohën, shpresoj që të kemi kaluar një 30 minutësh të këndshëm në këtë vrap, në këtë ecje që ti po bën drejt Tropojës. Dhe shiko, nëse të bje rruga në Tiranë të presim këtu në rezen ton, në rezediellin e emisionin ton. Ditë të bukura të presim. Ju përshëndes nga Mali Zi. Jeni në Malin e Zi dhe pak ju ka ngelur ka 2 ditë ndoshta intensive, se ebi deri në ditë ndoshta të hënën, si kur thea, të hënën pas dite në orën 6, do të mbërish synimi, qëllimi është po 3 ditë për të mbëritur në Tropoj. Të mirëpres Tropoja, sepse ti tashmë je bërë shumë mediatik, shumë virale dhe të gjithë të presin me shumë kërshëri edhe me duartokitje për këtë sfidë të arritur, për mesazhin që përcjell. Për te një çmendurie dhe një sfide kështu të zakonshme, po për te asaj është pikërisht thirrja dhe qëllimi për të sensibilizuar personat të cilët vuajnë nga shëndeti mendor, sfida e kohëve moderne. Dhe këtë ja arriti Sebi duke dal nga Guacka që e izoloi dhe duke e çuar deri në fund këtë mision. Seb dhe stafi yt, rrugtim të mbar. Faleminderit shumë për kohën. Miropafshim. Është mundur. Është e mundur, çdo gjë është e mundur. Me shumë guxim, durim edhe me forcë të brendshme. Rrugë të mbar, mirash në Shqipëri, Seb. Ne do të shkëputemi për publicitet, por vëmendja juaj do të vijojë të jetë e lartë, të përqendruar, sepse me ekspertin e pensioneve do të zbërthejmë
se sa realisht në praktik mund të zbatohet ai plani i qeverisë 2025-2030 për rritjen me 50% të pensioneve, çfarë është pensioni i 13, a do të përmirësohet jeta e të moshuarve tanë, na ndiqni pas publicitetit, ju pres.